Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit, juve vëllezër dhe motra, dhe lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bekon, të na mëshiron, të na udhëzon dhe të na forcon në rrugën e tij të drejtë. Alhamdulillah, fal rahmetit Allahut azza wa jall, gjendemi në ditët më të mira të mbar vitit. Nuk ka ditë më të mira, nuk ka ditë më të bekuara, nuk ka ditë më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala se sa këto 10 ditë të këtij muaji të Dhul Hijjes. Këto janë ditë më të bukura, më të mira, më të vlefshme. Ditët e cilat Allahu subhanahu wa ta'ala më së shumti i don, dhe ditët në të cilat veprat e robit, pra veprat tona, punët tona të mira shpërblehen më shumë se sa në ditët e tjera të vitit. Kështu që i dashuri jon alayhi salatu wassalam e kishte zakon me thon afdalu ayami dunya ayamul ashr, ditët më të mira të dunjas, ditët më të bekuar të dunjas, ditët më të vlefshme të dunjas janë këto 10 ditë të Dhul Hijjes. Janë këto 10 ditë të Dhul Hijjes, të cilat sot kanë filluar walillahi alhamd, fal mirësisë dhe rahmetit Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe hadithet të cilat flasin për vlerën e këtyre ditëve janë të shumta dhe alhamdulillah të njohura. Ajeti ku Allahu azza wa jall është betuar në këto 10 ditë të bekuara është i njohur. Fjalët dhe librat e dietarëve të cilët kanë shkruar në lidhje me këto 10 ditë të bekuara janë të njohura. Janë të njohura. Mirë po, pyetja që në vazhdimsi parashtrohet nga shumë vëllezër dhe motra është se çka duhet të bëjmë në këto ditë? Si duhet të sillemi në këto ditë? A duhet të lexojmë Kur'an më shumë? A duhet të agjërojmë këto 10 ditë? A duhet të japim sadaka më shumë? Padyshim se të gjitha këto pyetje përgjigjja është po. Nuk ka dyshim se shtimi i leximit të Kur'anit, shtimi i sadakas, pra me dhon më shumë sadaka, me agjëru më shumë, nëse ka dikush mundsinë, domethënë me agjëru edhe këto 10 ditë, pse jo? Mirë po, ajo që unë mendoj, duke e analizuar dhe duke pa gjendjen e umetit dhe gjendjen e vëllezërve dhe motrave dhe gjendjen tonë në përgjithësi, ajo që mendoj se kemi më së shumti nevojë, më shumë nevojë se sa thjesht me agjëru, ose thjesht me dhon sadaka, ose thjesht me fal më shumë namaz nafile, ose thjesht me lexu Kur'an, është ajo se kemi nevojë me u kthy vetvetes. Kemi nevojë me u kthy vetvetes, kemi nevojë me analizu gjendjen tonë, vetveten tonë dhe me shikuar se ku janë problemet, ku janë ato gjërat të cilat po na pengojnë me ecë rrugës Allahut azza wa jall ashtu siç don Allahu azza wa jall. Padyshim se ne jemi besimtarë, alhamdulillah jemi musliman, e dojmë Allahun, e dojmë pejgamberin, e dojmë Islamin, e falim namazin, mundohemi me bu donjërin punë prej punëve të mira të cilat i dha Allahu azza wa jall jashtë atyre që na i ka bëu obligim, mirë po në përgjithësi ne e dim se nuk kemi tamam ashtu siç don Allahu. Nuk kemi tamam ashtu siç na ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, kemi shumë mangësi. Dhe secili prej nesh e din se ku janë mangësitë e tij, ku janë bashkëtellat e tij, pra, ku është vendi ku ai duhet të fillon, duhet ja nis punës, duhet ta përmirëson atë mangësi që e ka, atë met që e ka, ato gabime që e ka, ato gjunohet që e ka, ashtu që inshallah taala të ecim të vazhdojmë si rob të Allahut azza wa jall që i do Allahu e që i ka lavdëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam që do të jenë banorëve të xhenetit. Allahu na bëf prej tyre. Pra, unë mendoj se ma shumë pra kemi nevojë me u kthy vetvetes, me analizu veten dhe me u mundu sinqerisht ato të meta, ato gabime, ato defekte që i kemi, me largu një herë dhe përgjithmonë, se sa thjesht me lexu Kur'an, se sa thjesht me fal namaz nafile, se sa thjesht me agjëru, se sa thjesht me dhon sadaka. Se kur i kthehemi vetvetes, sinqerisht, atë padyshim se inshallah taala kur i largojmë ato defekte të meta që i kemi, do të jemi pas asaj do të jemi rob më të mirë të Allahut azza wa jall. Jo për një ditë, jo për një javë, një për një muaj, po inshallah për gjithë jetën tonë. Pra, secili prej nesh e njeh veten e tij më së miri, i njeh gjunohet e tij më së miri, i njeh të metat e tij më së miri, i njeh defektet që i ka në veten e tij, në karakterin e tij, në sjelljen e tij, në çka do të qoftë ajo, në shpirtin e tij, në nefsin e tij më së miri, dhe vetëm ti, vetëm unë, vetëm ne, me lejen e Allahut azza wa jall, mund t'i largojmë këto të meta.
mund t'i largojmë këto defekte. Mund t'i largojmë një herë dhe përgjithmonë e t'i kthehemi rrugës Allahut Azza wa Jall, ashtu siç don Allahu subhanahu wa taala. Ashtu siç na ka mësuar Allahu Azza wa Jall. Ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Që të jemi rob për robët e Allahut, të cilët i do Allahu Azza wa Jall. Që të jemi rob për robët e Allahut, të cilët i do Allahu Azza wa Jall. Të cilët i do pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të cilët janë evlija, pra të afërmit e Allahut Azza wa Jall në këtë dynja, e të afërmit e Allahut e të shpëtuarit në ahiret. Kështu që o vllazër, o motra, në radhë parë për i drejtohem vetes sime, le të kthehemi tek Allahu Azza wa Jall, le të pendohemi sinqerisht, le të mundohemi ato të meta, ato gabime, ato mangësi që kemi një herë dhe përgjithmonë t'i largojmë e t'i drejtohem vetëm asaj që e do Allahu, që na ka mësu e që na ka sugjeru pejgamberi alayhi salatu wassalam, e këtë gjëra tjera t'i lojmë anash, se vallahi vetëm e mira na bën dobi në dunja, na bën dobi në varr, na bën dobi nesër kur do dalim për Allahut Azza wa Jall. Allahu na falt, na mëshiroft, na uzoft, na forcoft, e Allahu na mundsoft me kalu këto ditë siç është më së miri, e Allahu na mundsoft me e prit ditën e Kurban Bayramit e me festu së bashku. Allahu ju rujt, e Allahu ju nderoft, e Allahu ju gëzoft në dunja dhe në ahiret. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.